Komanda aleate të forcave speciale të NATO-s ka vënë në qendër të vëmendjes bashkëpunimin ushtarak mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, duke publikuar pamje nga një stërvitle intensive që po zhvillohet në mjedise komplekse operative. Ky trajnim i përbashkët synon në rritjen e gatishmërisë luftarake dhe koordinimin ndërmjet forcave të operacioneve speciale shqiptare dhe instruktorëve elit të SBA-s. Në njoftimin e shpërndarë në rrjetet sociale, NATO thekson se ky proces përgatitor vjen si një domosdoshmëri përpara se trupat të nisin misionet e tyre në terren. Fokusi veçantë i është kushtuar lëvizjes taktike në terrene me vështirësi të lartë, realizimit të operacioneve me shenja të ulta, lëvizje e fshehtë dhe neutralizimit të kërcënimeve në kushte që simulojnë skenare realist të fushbetejës. Përpara misionit vjen stërvitja dhe përpara presionit vjen përgatitja, shkruan komanda e NATO-s, duke nënvizuar se mjedisi i sotëm i sigurisë kërkon një nivel të lartë precizioni dhe koordinimi. Përmes këtyre skenareve të vështirë, operatorët special shqiptar po mprehin aftësitë e tyre për të vepruar në mjedise ku rreziku është i lartë dhe kërkohet një përgjigje e shpejtë dhe e saktë. Ky bashkëpunim është një tjetër dëshmi e partneritetit mes Shqipërisë dhe SBA-s brenda strukturave të Aleancës Veriatlantike, duke forcuar më tej sigurinë rajonale dhe ndërveprueshmërinë mes forcave aleate përballë sfidave moderne të sigurisë.